Letra e Ali Pashës për Napoleonin. Historikisht është dokumentuar se Ali Pasha i ka shkruar 2 letra Napoleon Bonapartit në vitet 1806-1807 për të kërkuar aleance dhe mbështetje politike dhe ushtarake. Përmbajtja e letrave sipas burimeve historike, arkivat franceze, korrespondenca diplomatike. Ai i shprehte Napoleonit të respekt të thellë. I propozonte një aleancë politike dhe ushtarake për të zgjeruar influencën në Ballkan. Kërkonte armatime dhe ndihmë për të luftuar armiqtë e tij në rajon, si feudal të tjerë apo ushtrinë osmane. Shprehte simpati për përpjekjet e Napoleonit për reforma dhe modernizim. Napoleoni nuk e përkrau drejt për drejt, sepse në atë kohë po përpiqej të ruante një farë balance me perandorinë osmane, por dërgoi misionar ushtarak për të bashkëpunuar me Ali Pashën, përfshirë oficer francez që ndihmuan në modernizimin e ushtrisë së tij. Përpjekje për aleancë Franca-Ali Pash. Në vitet 1807-1809 marrëdhëniet ishin të forta. Ali Pasha bashkëpunoi me guvernatorët francez të ishujve jonian. Ai furnizoi me armë nga francezët dhe kishte mësues ushtarak francez në Janin. Ndërtoi një flotë vogël që mund të përdorej kundër venecianëve apo anglezëve. Përplasja me Anglinë, rivaliteti me Napoleonin thellohet. Në vitin 1809 britanikët pushtuan ishujt jonian nga francezët. Ali Pasha, që në fillim ishte aleat i francezëve, ndryshoi krah dhe filloi të bashkëpunojë me anglezët për të ruajtur interesin e tij. Ky veprim nuk i pëlqeu Napoleonit, i cili e konsideroi Ali Pashën si tradhtar të miqësisë franko-shqiptare. A ka pasur ndonjëherë takim të drejt për drejt? Jo. Nuk ka prova historike që Ali Pasha dhe Napoleon Bonaparti janë takuar ndonjëherë fizikisht. Marrëdhëniet kanë qenë vetëm përmes letrave dhe ambasadorëve. Burime historike. François Pocqueville, ambasador francez në Janin, i dërguar nga Napoleon Bonaparti, qëndroi për shumë vite pranë Ali Pashës dhe shkroi ditar dhe vepra të rëndësishme mbi jetën e tij. William Martin Lake, oficer dhe diplomat britanik, gjithashtu shkroi për marrëdhëniet me Ali Pashën dhe luftrat e tij. Arkivat e Parisit përmbajnë korrespondencën diplomatike të ruajtur mes Ali Pashës edhe Francës. Vlerësim historik. Ali Pasha ishte një burr shteti i mençur, që përdori diplomaci të rafinuar, luajti mes fuqive të mëdha, Francë, Britani, Perandoria Osmane e Rusia, për të forcuar pozitat e tij. Ai ishte i edukuar, fliste disa gjuhë dhe kishte ndërtuar një obor perandorak në miniaturë në Janin. Për shqiptarët, ai mbetet një figurë e fuqishme e rezistencës, krenarisë kombëtare dhe zgjuarsisë politike. Çfarë ishte përballja e vërtetë? Nuk ishte me armë, por një përballje për ndikim në Ballkan midis Ali Pashës dhe Napoleon Bonapartit. Ishte një betejë strategjie, diplomacie dhe ndërmjetësimi, ku Ali Pasha arriti të përfitojë nga të dyja palët për një kohë. Më pas kur perandoria osmane pas Ali Pasha po bëhej shumë i pavarur, Sultan Mahmudi II dërgoi ushtrinë për ta vrarë dhe në vitin 1822 Ali Pasha u vra në pabesi. Rebelimi i Ali Pashës ndaj sultanit. Ali Pasha, edhe pse zyrtarisht ishte valiu, guvernatori i vilajeteve të Janinës, Delvinës, Beratit dhe më vonë pjesëve të tjera të Greqisë dhe Shqipërisë, vepronte si sundimtar i pavarur. Ai mbante ushtri personale, kthente taksa për vete dhe bënte diplomaci të jashtme me fuqitë europiane. Kjo gjendje u bë e papranueshme për Sultan Mahmudin II, i cili kishte nisur një fushat për centralizimin e perandorisë dhe eliminimin e pashallarëve të fuqishëm si Aliu. Sulmi i osmanëve dhe rrethimi i Janinës. Në vitin 1820 sultani nxorri një ferman për shkarkimin e Ali Pashës. Ali Pasha nuk ju binde dhe deklaroi mosbindje, duke u rebeluar hapur ndaj Stambollit. Perandoria osmane dërgoi një ushtri të madhe rreth Janinës dhe nisi një luftë që zgjati 2 vite, 1820-1822. Ali Pasha u rrethua në ishullin e liçenit të Janinës, në një kështjell të fortifikuar që quhej Fetije në mesin e liçenit të Pamvoditës. Si ndodhi vrasja? Në detaj. Data 5 shkurt, 1822. Ali Pasha, i dobësuar dhe i izoluar, kuptoi se nuk kishte më shpëtim nga ushtria osmane që e kishte rrethuar nga të gjitha anët. Ai vendosi të negociojë për jetë dhe dërgoi letra për të kërkuar falje. Por sultani kërkonte vetëm kokën e tij. Komandanti osman Hurshid Pasha e mashtroi Aliun me një premtim të rrem. I tha se nëse dorëzohej vetë, do të falej. Aliu takua me përfaqësuesit osman në një dhomë të vogël mbi ujë. Thuhet një dhomë në një ndërtesë anësore të manastirit të Shën Panteleimonit, sot monument.
Gjatë bisedës, njëri nga ushtarët osmane qelloi me armëzjarri në momentin që po bënte një lëvizje. Më pas të tjerët e goditën me bajoneta derisa vdiq. Koka e tij u pre dhe u dërgua në Stamboll, ku u ekspozua përpara popullit si shembull për të tjerët, që do të guxonin të sfidonin sultanin. Ku u vra dhe ku është varri? Vrasja ndodhi në ishullin e liçenit të Janinës, në një dhomë mbi ujë, ku sot ndodhet një muze dedikuar atij. Trupi i tij u varros në Janin, pranë xhamisë së ndërtuar nga Vet Aliu, xhamia e Fetijes.